se u gjeta fëmijë, unë përveç se jam një infirmiere, jam prindi 3 djembe, Raja, Elvi, që është në Kokush, edhe Krit, i cili është 15 muajsh, meraku i çdo dite si prind, nisë që në mëngjes, ku ju nuk kanë as vezën, as qumshin, as kosin, dhe i bëni nazë çdo gatimi. Ju kuptoni në hëng dua ta hasë hëngra patatina, molta apo veçim. Si i mirë dhe përshërune që ju tregoni sot disa vole ushqime që fëmijët të kuptone që nuk po ushqim shëndetshëm. Ju keni të drejtë kur thoni ushqim i shëndetshëm, sepse kjo arrihet vetëm me ushqim plus fëmijë është i barabartë ushqim i shëndetshëm. Ne kemi parë çdo ditë në shumë se grup moshe, ona provojnë vartë se ushqimet që përdoren në fast food. Shëndos kjo. Shpirti ke të drejtë kur thua se po preferohet më shumë ushqimi në fast food. Ai nuk jetë i shishëm për momentin, por është i pakontrolluar që nga përdorimi shpesh i vajit e deri te mishi që përdoret, fëmijët meritojnë të ushqehen shëndetshëm sot, që të kemi fëmijë të shëndetshëm nesër. Po shpatë të konsumojmë edhe vërtet në fëmijët? Fëmijët në fillim nuk duhet të bëjnë monaze ushqimit të nënës apo të mamit në shtëpi. Duhet të hani në mëngjes qumshin, reçelin, gjarpin, e gjithçka apo dhe vezën që ju i bëni naze. Në drekë duhet konsumojnë gjellra e gatuara nga mami ose nga nëna, që ka në përbërje perimet, si speca, patatja, patlıcani, karota, e shumë të tjera, por mos harrojmë edhe pishtajoret, siç është pasulja, mashurka, bizelja. E në fund të mos harrojmë konsumimin e frutave. Për shembull, molla duhet konsumohet çdo ditë, por edhe agrumet siç është portokalli që ka vitaminën C. Atje ndoshta masi është shërbëtar, shumë të gatimit, ata do t'i bëjnë